kam bërë pyetje përsëri, çfarë është dituria vedike moj Afrodita? Dituria vedike është dituria e një sistemi ku neve jetojmë gjithmonë në të gjitha jetët. Dhe ky sistem, pra ky vend, ky sistem operon quhet multivers apo univers. Sistem ka rregullat e veta që quhen ligjet hyjnore të multiversit. Çfarë ndodh kur neve nuk i dim këto ligjet hyjnore të multiversit? Le të marrim një shembull të thjeshtë fare. Për shembull, është një i huaj që shkon për herë të parë në Angli. Se di fare ku është Anglia, si di fare rregullat e makinës, për shembull se t'i japësh makinës në Angli që bie nga ana djathtë, edhe shkon ky njeriu me makinën e vet, edhe ecën rrugë. Ço do psoj? Nuk e di rregullat, do psoj aksidente, do ecime, mund të bie në kanale etj. Pra, do ketë pasoja jo të mira negative. Njësoj, mora thjesht një shumë të vogël, edhe neve njerëzit në multivers apo në univers, nëse nuk i njohim ligjet hyjnore të multiversit, do të gjendemi në telashe, që do thotë do krijojmë karma negative për veten, edhe do vuajmë pasojat e këtyre karmave që bëhet jetët tona. Nëse di rregullat, ligjet hyjnore të multiversit, do të jesh gjithmonë në një gjendje qetësie, në një gjendje jo telashi, në një gjendje lumturie.